Për një periudhë të caktuar, ka qenë angazhuar, ka qenë i dalluar madje, e pastaj sikur ka bërë një lloj shkputje prej asaj që konsiderohet ndoshta si një nivel ose një shkallë, një grad pak më vjen për kushtimin më e lartë në rrime. Po gjithsesi mirë, po ajo që ne duhet ta kemi parasysh i nderuar vëlla Bujar, është se kjo plagështia edhe nga perspektiva fetare është një lloj fenomeni që prek edhe besimtarët. Pra nuk është askush i mund që të mendoj se nuk rrezikohet prej kësaj ndjenje që një farë forme nuk e gjen me atë motivin të vazhdosh siç ke qenë edhe më herët. Pra secilit mund të ndodhë në periudha të caktuara. Secilit, madje edhe besimtarëve më të mirë, nga se ka disa faktorë, besoj që ne do të kemi rastin të diskutojmë mirë, po ajo që doja vetë të përmend si fillim është se Muhamedi alayhis salam ka thënë një shembull jashtëzakonisht bukur, e ka përshkruar këtë efekt në mënyrë figurative. Ka thënë nuk ka zemër prej zemrave të njerëzve që nuk i ekspozohet një gjëje të tillë. Dhe zemra në këtë aspektin kur ndonjëherë errësohet, kur i pamundsohet që të ketë ndikimin tek besimtari, i ngjan hënës, e cila ka qenë e dukshme dhe për një moment ka ardhur një rreth dhe i e ka zbet pakten atë shkëlqimin. Pra, është diçka që i ndodh njerëzve dhe besimtarëve. Muhamedi alayhis salam madje ka treguar se besimi vjetrohet në zemër, ashtu siç vjetrohet edhe rroba. Prandaj ka thënë që ju si besimtar duhet ta lutni Allahun që t'u ripërtri besimin tuaj. Pra, ne duhet ta kemi të qartë se kjo plagështia ose si them një lloj pasiviteti ose dembelie që e ndjejmë pas atyre stineve dhe sezonave të adhurimit, është diçka që na ndodh edhe neve si besimtarë, dhe ju ndodh atyre që janë edhe besimtarët më dalluar. Mirë po, feja na ka ofruar mënyra, na ka ofruar këshilla, udhëzime, rekomandime, se si kjo gjendje të mos vazhdoj tek ne. Ajo që do doja veç edhe t'ju kujtoj të shikuesët tanë se ndonjëherë çështja e vazhdimit me të njëjtin ritëm, me të njëjtin tempo që e kemi pas ta zëm në Ramazan, është e pamundur edhe për faktin se adhurimet nga vetë natyra e tyre nuk janë në atë kuptimin e kryerjes së tyre. Nuk janë tërheqëse sikur që janë për shembull epshat. Ne ta zëm ndonjëherë mund të kalojmë orë të tëra pranë televizionit, duke shikuar një ndeshje futbolli, duke shikuar një emision, një dokumentar, ndërsa nuk mund ta bëjmë këtë në namaz. Edhe pse namazi është shumë më rëndësi se sa një ndeshje ose çfarë do tjetër që tjetë. Prandaj ka në hadithin e Muhamedit alayhis salam që xhehenami, e keqja, është e rrethuar me gjëra tërheqëse, jorse, ndërsa xheneti është i rrethuar me gjëra që nuk janë jorse, dhe kjo ndikon që në farë forme niveli i motivit, niveli i asaj energjisë që e kemi të bie.